Ju mund të shkonit në Tryez, zoti Sheaj? Po të diskutonit. A doni ju... Hajden ju tani se kemi një propozim ne për Partinë Mundësia që e zhduki Partinë Mundësia. Jo, dhe për vetën e tyre. Kjo është çmenduri. Sali Berisha tha sot që me propozimin e Shqipëria bëhet, ne kemi pranuar pragun 4%. Në zgjedhjet e fundit, asnjë nga partitë e reja nuk ka kapur 4%. Partitë politike që kanë ngaruar vetëm, Partia Mundësia ka marrë mbi 3%, Lëvizja Bashkë ka marrë 1.5%, pastaj ka qenë koalicioni midis Adriatik Llapaj dhe Shabanit që ka marrë 4%, po ishin koalicion. Kështu që me këtë sistem, asnjë parti politike nga tre nuk Që tani është pasha. Unë nuk e kuptoj se si mund të dalësh dhe të thuash që kemi bërë një sistem në favor të partive të reja, ndërkohë që me këtë sistem partitë të reja do ishin zhdukur zgjedhjet e fundit. Kjo është çmenduri. Ky sistem zgjedhor ka një qëllim, të zhduki partitë të reja. Shqetësimi i partive të vjetra, i partive tradicionale, është të kenë monopolin njëri opozitës, tjetri të majorancës.